Ç'mendon për kandidatët që ka zgjedhur Sali Berisha, sidomos ata që ka futur brenda? Sali Berisha... Jo, ata që ka futur brenda listës. E mora vesh. Sali Berisha është një person i cili kërkon, mendon se ja del, që me shpëtu veten nga spako. Dhe ai që bën, vën servilet e tij, tonë këta që janë i ty, i ke servilet numër 1. Gjithë thua ti, e? Pa. Kush është më shumë? Tonë jeni më i zi se tjetëri. Tonë janë servila që... Ai që në dorën, që në edhe ky dorën. Ai që në dorën, edhe ky dorën. Apo gjithi soj. As nuk e lexojnë që kanë përpara. A shofin dorën Sali Berisha që në edhe ai. Atëherë ti nuk mundesh me ecë përpara me këtë politikë. Nuk ecë përpara. Ti dhe me shku në zgjedhje, një këta këtu, është vite që i shep të këtu, këta duen me shku në zgjedhjet e 11 majit, kur janë pa liqim, shive, unë të dhe i bëj kallëzim penal i ty një tonëve. Gjithë? Po nesër. Në qëfë se nuk e bëj nesër, më shtinë të rejë. Po ju beve. Janë pa liqim. Po ju beve gjithë, nuk të qasin në spak me pas. Kushtë ma? Këta marrin 3 milion lek mu i marrin nërë pa liqim e shtetit. A shefi kja? Një kja? A është qërtu kja? Ja, këta janë pa liqim. Kur janë pa liqim, këta marrin 400 milion. Ti sa ndenje deputeti? 3 milion. Jo, sa ndenje ti deputet, si ko? Ja, ne kam marrë 1.200.000. 1.200.000 e këtë ti? Atëherë, ku isha unë? Po pra, ikën këta, ja ngopën 3 milion për vete. Si, marë se sa marë, atë se... Tani... Unë i thëmë, ti e tu marrë lek, kur ta shërtësh i këtë, i kam kënë sot në gjyq, edhe vazhdojnë gjyqi, sot u hedhë shorti, marë në javet, vazhdojnë seanca gjyqësore, kanë me vendosë, a i pa liqim dhe tani ta kanë mi pagu lek që kanë marrë. Larkë qoftë, se nga fjalla nuk të gjenë gje, po ti me që pas ke njësur ti, larkë qoftë, mund të mbetesh në një ditë në dyrë dhe gjyqit, aty se aty dhe rritë ditë natë. Të drejtësia... Jepë ti mbetesh aty e ro, të këthejnë e ro këta, a të këthejnë tua. A i që është njëri i cili vizum, a i nuk ka pushken, as munin, as nuk shanë. Të drejtën ka... Po ati mund në jerë se kam shaken? Ja. Kur ka morë të në televizor? Ja, dhe as i bëndem as njeri uë. Atëherë, një njëri i cili vizum shkën të drejtësia. Ti e di që je 1 milioner, po e di pse të resun ty. Se je 1 milioner mi mirë se këta, mo, të gjithë. Për këtë rësy. Po të falem nesë për atë. Tani, si spjegon tani, Zotë Jenisheri, që pensionistët e duan shumë Edi Ramën. Vdesin për Edi Ramën. Si ka mundësi dhe ti nuk e do? Jo, të tregojnë. Trego. Shikoj. Une që dishtë unë kam kënë koalicion me Edi Ramën. Ke qenëm? Po. 30 sa kryetar partijit aty, kur vite aja aty, unë u qoshën kom, tanë rishin tokë. Tanë në karika. Gjithë ullur t'i qosh, e? Unë u qoshë a respektosh këtë zotën i shpës. Edukat mo. Po ka shumë vite. A ka ma në shpitane. Ti zotë shpit, unë qoshën kom. A i më bëtë e vujë. Vete unë e para. A i tha, 34 parti, nuk kam punë me ju, unë du me dalë vete. Edhe në ikme. Aty ku e ka gabim Edi Rama, ja kam thonë parlament. Ti bë me dasht e banë Shqipëri, me vu detektivin privat si e ka Amerika. E cila... Kemi luftuar për këtë që në emisionet e parë. E disa e ka dashur... Detektiv. Ty ka 20 vjetë do vetëm detektivin privat. Dashuri ka rënë vetëm me këta. Nuk ja kam pranuar. Aty kalon zgjidhja. Po zëni, ajtë filmon, ajtë përgjon. Detektivin privat e ka dashur të rjetë. Pse ke frikë ti detektivin privat? Unë jo, mor. Unë i thash atyne. Unë vej 2, mor. Unë vej dhe 2, mor. Kolevi që i hedhen poshtë. Sa mirë unë nuk e kam frikë, se unë nuk vjedhi, se kam frikë. Po, pa dushim. Pandaj nuk e hedhen poshtë ata. Ne na rujnë dhe bicikletat ne të dyve. Atëherë, ai Edi Rama e hedhe i poshtë. Po, se nuk dën me kontrolu ministrat e dhe dhe prandaj janë të hajnina që bonën. Qeveria vjedhë. Po këtë shprehen kam brit sherifin qytet. Orë kam brit sherifin qytet. Vene detektivin privati. Vene detektivin privati dhe shifti a vjedhët maja. Kam brit sherifin qytet ka dalë tani si shpreje, ke dëgju? Urdo? Kam brit sherifi i rinj qytet, e ke dëgju si shpreje? Nuk të merë të kapet nga kjo. Ja t'ja bëju Donald Trumpin, me Donald Trumpin. Ja. Se më pyti për... Ta thjeshtoj unë më shumë pyetjen e Denisit. Shqipëria madhështore, ky koalicioni Shqipëria madhështore është si pas Trumpit. Ide e Trumpit. Ide e Trumpit, unë e për vetë dhe me në që ose është ide e Trumpit, unë e respektoj. Aja është një... Nuk mundë me thënë se kam kapacitetin e ti, se i ka rrëdhe për shak kokat e të në botës, edhe në qovë se bënë zjedhet e liqme, une
do ta respektoj çdo porosi që jep Departamenti i Shtetit e Bashkuar. Ky është korrekt me Amerikën. Çdo zgjedhje e paligjshme në kundërshtim me ky kod zgjedhor që e ka vënë Parlamenti Shqiptar, është nuk e di a regjistrojnë këta ke ambasada, regjistrojnë tani se janë me pushime. Unë nuk shem me 11 maj as me votu fare, a i paligjshëm. Unë do t'i qej këta 2-3 ditë, do t'i qej këta në SPAK. Po me të thonë, po me të marrë telefonë Rama, me të thonë, më qej kuar letra. Pa hajde o burë, se kena qenë njerë në koalicion, pa hajde o burë. SPAK-u ka me lezu. Me të marrë në telefon Edi Rama në telefon me të thonë. Ke merë? Ty? Për shumë në telefon? Pa hajde me futu. Po e më pimë kafe me te sot dunaj. O jo në kafe, mor, me u fut zjedhje. Unë me hinë zjedhje? Me te. Po morë në qovë se aji i ban zjedhje dhe liqme. Njeri hapur është? Po bën zjedhje liqme. Bane zjedhje. Edhe ati është lëkun pak qovë se i bane zjedhje dhe liqme, qovë se aji i ban e shërton këtu, e shërton këte, edhe ban përsëritin e zjedhjeve. A kene kusht tjetër përveç kësaj për Ramën, apo vetëm kaq? Ke kusht tjetër për Ramën? Ka kusht tjetër, po kam pyetje për Ramën. E di Rama, se ti i ban zgjedhjet e ligjme, në përputhje me këtë kod, unë vë... Një minutë. E Rama tani ndau disa bonuse. Ty të ragje? Te bonusit e? Sa lek? Unë e u qëdita, me të ndrejtë, unë e u qëdej kur më dha ajo, që ku marë pension, e kam pensioni 1 milion lek. Kur më dha ajo 100.000 lek më shumë. I thëmë zaj... Bonuset. Ke nga truarit e ti? Po, i thashën. Jo, thë, nësim njerë. Janë shtuar nga kërë. Po, pëse i thëmë unë kam... Ti, i thënë, për mi 200.000 lek morim 50.000 lek. Po, 1 milion të shumë e ke ju. Jo, ja, tha. Qa ke bërë të 1 milion? Ti, tha, e ke pensionin, të pensionin suplementar, tha, kjo që... Por, qa ke qenë të në vënd me meseut, ke qenë që me 1 milion lek pensiona? Urna? 1 milion lek pension ke ti? Po. Po, qa ke qenë të në vënd me meseut, ke qenë? Jo, po jo po marrë ke goqa pension? Me pension deputeti, mo. Jo, më besoj. A beson? Ty për pytë mu, unë kam marrë me Ylli Rakipi nuk... Jo, në regull. Po jo, nuk i di ka të lartë. Atere pensionet një kanë të lartë, apëse? Jo, aja pensioni i deputetit, që marrë shtesë. Ti ke marrë... Status i veçantër. Ti ke marrë status. Tani, më pyesin njerëzit, kur e ka pirë zoti Jeni Çeri kafen e fundit me Edi Ramën, se kjo ka ndjekshmëri emisioni... Kur ke pi kafe për herë të fundit me Ramën, kafe me Ramën? Qysh se kam leja si herë. Okej, po nga që thej që unë pi kafe me te edhe kanë kuptu njerëzit që takohesh me Ramën. Më falë pak, nuk ka ku ullë... Dhe Rama mund të adrese nuk... Ore, a je kanë derë me... Ja, një sekundë më bu. Me gjithë ta që thret Rama, pse thret Jeni Çerin, deri bene, kupton. Edi Rama... Që të pi një kafe. Nuk më ka thirë njerë për kafe, as nuk e kam thirë. Po kjo s'do thot që mund mos ndodhi. Tani më shkruan njeri që... Po me më thira? Po, shkon direkt. Po një gjoj mo? Tani për para se të bëj pyetjen e fundit fare, më thret njeri dhe më thot që të lutem thot pyete pak Jeni Çerin se ka thënë që ne mund të bëhemi dhe kampion bote. Po ky është njeri që ka një lidhje, Shqipëria mund të bëhet kampion e bote, thot, futboll, ka thënë Jeni Çeri, thotë, po ky ka dhe një lidhje me këta të futbollit, ky njeriu që më shkruan, është nga Durrësi ky, dhe ka lidhje shumë të forta me këta, dhe inshallah bëhet, se ne kemi dhe këtë dukun zës presidente kështu. Nuk mundet me thënë kush, për mua, mund të bëhemi ne... Një shqiptar nuk mundet me nxjerrë një gjë që se din kërkush në botë, si që kam bë unë. Ore, ma t'jove pyetjen mua tani. Ore, po të përgjë përgjigje. Jo ti. Unë kam nxjerrë një mënyrë me të bënë ty futbollist i kalibrit nërkombëtar. E kam para të se ke transmetuar televizionin. Po. Ta tregojmë kur dalim. E kam bëj eksperiment. E kam parë këtu. Nuk një gjën kryetari i Federatës Shqiptare e Futbollit Armando Duka që unë me a tregu futbolistët e... Pa dite, direkt, pa dite, mo. Pas një lek, mo. Pa dite, mo. Me falë, mo, me falë. Po futi një spak edhe ati. Ore, futi spak edhe ati. Futi spak edhe ati. A kupten... Jo, a i mund shkoj, kam unë një pyetje se ka shumë interes. Ajtë ma të regulojnë mu me... Grupet e interesit pyesin. Zëni Ylli, tani pyetje e fundit. Unë e bëj me fitu me Anglen. Unë vetëm tani e besoj popularitetin tënë, sepse po më shpërthen telefonin nga mesajet. Popularitet i jashtëzakonshëm. Popularitet i jashtëzakonshëm. Ka patur këy, nuk është se ka tani. Po nuk e dija, mor. Po nuk e dija. Po flet një njeri me nga... Po nuk e dija, mor, se ne nga njerë gabojmë, ne jemi fiksuar Rama Berisha. Ata tha mund ty pse ke aq fluks? Po. Sepse
ata kanë në sonte, Po, të që vërtetë. Selami e Nisheri e gjeti lek ku i ka me aqu 200.000 lek pa prek buxhetin e shtetit. Fiks. E gjeti se me aqu ata rrogat trafishin e asaj e buxhetit i shtetit. Me ba transoceanikun të Rana Hedhun, Shqipëria me marë standartin e Gjermanisë. Unë them që Ti nuk dënë, ti nuk dënë, edhe dhe me fitu zjedhjet, as një herë, unë do të bëj thirrje të gjithë pensionistëve, as një, mas me marë pjesë, as një vot për këta dy parti. Okej. Këta e kanë ba privat mo. A din ti se salik, këta partit e vogla, që do ma, a din salik marrin për fushat? Zero! Kurse i merë 500 milion lek. Po ku i gjenë lekët ta që bëjë përta? 500 milion lek marrin partia PSE PD-ja mo. Po ku i gjenë lekët këta mo? Si kjo që zhjoti Pre- futbolin... prej gjepave të vetë, mam. Tani Partiti këtyre marrë- ukarandet e pularia, kjo s'mundje pulave dhe nuk kanë kohë. Falë, buxheti i shtetit, a jep një fond për zgjedhjet? Po, këta i marrin dy partit të mëdha. Më falë, a kanë hinë garë? Jo, e marrin si pas përfaqësimit parlamentar. Mos spekulo. A kena hinë Mos garë? spekulo, mos Falë, ma një spekulo. minutë. Si pas përfaqësimit parlamentar ndahen paratë. Jo, ke gabim. mos- Kur bëjmë në Ligji është sipas përfaqësimit parlamentar. Him në ngarë, vena tonë barabar, edhe bëjmë 100 metra. Po, Po a marrim tonë barës. Kurse ky i merr tonë parat për veti, pra rrin një 10 metra për para. Ka një kisha unë, Denis, edhe një pyetje të fundit, jepi unë por kam shumë pyetje, po edhe mund ta bëj, ndoshta nuk mund ta bëj. edhe kjo është dilemë. E di pse? Dileme e madhe është. Sepse unë e kisha përgatitur tani në skalet që çdo të bësh tani me jetën tënde që nuk do bësh deputet, se këta zgjedhje do t'i bëjnë ore. Shko në gjykat sa duhesh ti. Po ky e ka zgjedhur vetë shkëti. Këte e ke ditë natë aty, Ku shoj, ku ky dësh. do të çoj dosjet e spagut e këto, Letrat, ditë për ditë. letrat. Janë një kategori që çojnë në Ka bashkë. si të bëj pyetjen ty. Po bëj patjetër. Ta pyesën ty. Unë nuk lejoj pyetje, po ti Jo, po ta lejoj. O, më falë një Një sekundë. këtu. Kam dhënë një pyetje të rëndësishme, shumë. Be pra. Okej. Po jam Marrë, mirë. marrë. Më falë. Mbaroj këtë dhe. Sa shikon letrat, e dëgjon Ja, ja, ta pyetjen. gjejmë. E dëgjon pyetjen. Ja. Ore, çfarë mendimi ke për këtë Nesti Angonin, se ky çonte letra shpesh në SPAK? Një minutë. A është këtu kallëzim penal spak? Po. Ky kam i shku. Kë ke kallëzu këtu? Kallëzim penal spak mo. Po kë? Po kë. Ilian Celibashin, mo, se tham këtë. Ti ky ka dash ta fut në burg Ilian Celibashin ka. Ky shkon spak, ka shku Tani mund të spak. haj Celibashi se Ky ka me shive, ka Paku mu shkruar gjyku. tani. Ka mu gjyku nga Altin Dumani. Të ik Celibashi. Ne këtu, ne. Ky ka mu gjyku nga Altin Dumani. Ikën Celibashi. Nga shkolla pare, dyta, treta, kushtetusja e Strasburgu. Po unë s'pës fare, kur ta fitoj unë këtë, unë marrë të E në lek. rëndësishme është konsistenca, themu. Ti më thumu se je gabim. Jo, s'tash e gabim. Jo. Ti duhesh përshëndet për konsistencën. Ligji. Qëndrueshmëria. Ushtë të ligji, mo. Patjetër. Nuk shemë me ka pushken. As me shku me dje kry ministrin. Jo, më vla, s'kam nevojnë. Unë kam drejtësi, shkët e drejtësia, urdaja kam qu Altin Dumanit, aje merë, e heton. Mos duhet ta çosh denoncimin pa emër, ose me emër, me pseudo emër. Mos duhet ta çosh denoncimin pa emër. Ke? Denoncimin Denoncimi e qënë me dasht. pa emër. Po, e qënë me dasht. Mos ka më shumë O shqip vlerë. emnin tem tu. Po e kuptoj, mor, po Shqiptu. mos duhet me çu pa emër, Shqip po. emnin tem. E di, mor. Nuk jam prej atyne unë, mo. Okej. Nuk jam unë prej atyne. Unë jam i qartë për Tjetër vetë. Unë jam shumë Ti i qartë. qoja pa emnin, unë e qep. Jo, unë s'kam, unë i bëj publike. Unë i bëj publike. Emnin, adresen, i biri ku jam me tona, si thët ligji. Ti në rregull? Shpë të i ligji. Unë po Ti të thuj, lëj. Po çfarë unë tani? Ti Unë qesh sa dësh, Jo, qesha me zotin Qesh sa Ylli. dësh, mus më Jo, qesha me zotin Ylli se Unë- thot je shumë intensiv, më thot mua. Unë du që Shqipëria me pas detektiv privat, që kryeministri, ministra, deputet me i kontrolu, pa e ma ka hedhë poshtë. Po ti tani sapo hodhe Spagun poshtë, a ke besim te Spagu apo jo? Ma ka rëzu. Ke Spagu, s'ke besim te Spagu? Po nuk ka ndorë spaku me... Po detektiv privat është Spagu, më. Po nuk ka... Tani Në i farë mënyrë, por shtetëror. Tani Denis ta mbyllum, mirë. Spaku ka... Tani Denis, zoti Me ligje spaku. Zoti Jeniçeri. Spaku s'batan ligjet. Se tani nuk është serioze, tani hitë në gjyq që këtë Celibashin, hitë në gjyq të tjerë, Sali Berisha nuk da hitë në gjyq që të ka futur aty. Tani. Nuk do shkosh në gjyq. Unë pa të thëmi gja. Jo, unë s'kam punë me Sali Berishin, unë kam punë me 140 deputet e Republikë Shqipërisë, që janë atit politiqëm, unë do i them Altin Dumanit, zëtni, që më kuja kam shkru këtu, ja kam ba këtë, kallëzima. I kam thënë që kua krimi ekonomik këtu. Bravo. Do t'jemi përsërine bashkë se Jo, po të spikoj që, koalicioni vazhdon dërsa ta tërheq Partia Demokratike. a the tu policia shtetit, Tani një falë. krimi ekonomik, Celibashi do t'i bësh kërkesë ti të largohesh nga
të ikish formalisht nga koalicioni. Ilerën Qilibashin kallëzim penali kam po. Që për shembull mund të vjedhin votat Partia Demokratike dhe Vjedhin, mo. quhesh dhe ti vjedhës. Ja. Po je në grupo? Edhe mund të hash ndëshkim penal. Ose mund të djekë... Ilerën Qilibashit mundet me djekë edhe kryeministrin. Po e ke firmën. Jo më vlla. Po ke firmën. Po e gabima, unë e kam qu. Po ke firmën. E kam qu në SPAK. SPAK-u merret me Ke firmos marrëveshje me Flamur Nokën. Me ke. Me Flamur Nokën. Jo më, unë e kam vu firmën që jam dakord me kënë pjesë e koalicionit, po nuk kam vu në firmë që jam dakord me atë listë. Po edhe ai për atë ka pyet që je pjesë e koalicionit apo jo? Jo më pa ke gabim ti. Po pse more? Am ka thirra? Po të ka thirrë pra. Listën. A ke firmos? Ke, jo. Që je pjesë e koalicionit. Listën, a? Ora, a ke ranë dakord me qenë pjesë e koalicionit? Po ka ish ka dashaj? Më shkruajnë a ke kandiduar. Ka ish mu? Jo më vlla, po Zoti më Jeniçeri. firmo listën. Ti duhesh me më pyet mu, këtë me Denis. qu në parlament. Të lajmëroj të pushësh. Okej, jepi. A kupton, ti e ke gabim. Filloj diktatura. Filloj censura. Tani, Zoti Jeniçeri, ore se më shkruan njerëz më thotë që një Ed Martin që është një që e ke kandiduar ti? Ke? Ed Martin. Ed Martini është një futbolist që Do të kandidon të kë? futbolistat më të mirë që ka Shqipëria. Martini. Që ka për Shqipëri, ka luajtur në jashtë shtetit. Edhe trajner. Është një Ty futbollist. që mësove ti, që e ke trenuar. Po, Ai çon nuk ka mundësi tani se ka lënë jashtë doktori për gjitha, se bëjmë pyetje shumë. Miro, ai- Popullata tani edhe nuk flet, duhet të flini tani se do të largohemi. Si doli Edi Martini këto? Më pyeti dikush për mesazh. Ndjekin. Për ke? Ed Martini tha, a e ka vend kandidat për deputet? Edin. E, Ja, pa. se ka vend? Muasim, Okej. pa thirr kush për atë.